Njoftimi i Donald Trumpit në Davos për krimin e të shtuquajturit Bordi i Paqes nuk është një gest paqësor, por një akt inxhinierie politike nga imperializmi amerikan, vlerëson Said Marcos Tenorio, historian dhe nën-president i Institutit Brazil-Palestinë. Ai përfaqëson një përpjekje të qëllimshme për të ndërtuar një organizatë kombeve të bashkuara paralele, të zbrazur nga çdo parim i sovranitetit, ligjshmërisë ndërkombëtare apo multilateralizmit vërtet, dhe të vendosur në kontrollin absolut Shteteve të Bashkuara, me Izraelin si partner strategjik të privilegjuar. Fakti që Trump e caktoi Gazën si pikënisje për veprimtarinë e këtij bordi nuk është as pak rastësi. Gaza sot është epiqendra e një gjenocidi në vazhdim, të kryer nga Izraeli me mbështetje të pakufizuar politike, ushtarake, financiare dhe diplomatike nga SBA-ja. Shndrimi i Gazës në laboratorin inaugurues të këtij bordi është në praktik normalizimi i gjenocidit, duke e kthyer shkatrimin total të një populli në një platformë për riorganizimin neokolonial të sistemit ndërkombëtar, shkruan Tenorio. Në diskursin cinik të paqes, Trump synon të menaxhojë skenarin pas gjenocidit, jo për të garantuar drejtësi, vetëvendosje apo rindërtim sovran palestinez, por për të imponuar një rregullim të ri rajonal, të bazuar në nënshtrim politik, sigurinë e Izraelit dhe kontrollin strategjik mbi burimet dhe rrugët e lindjes së mesme. Bordi i Paqes lind kështu i njollosur me gjak palestinez. Kjo nismë duhet kuptuar në kontekstin e krizës strukturore të hegemonisë amerikane. Edhe pse SBA-ja ende mban fuqinë e vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, aftësia e saj për të imponuar vendime pa kundërshtim është në rënje. Rritja e fuqive në zhvillim, fragmentarizimi i sistemit ndërkombëtar dhe humbja e besueshmërisë së institucioneve të kontrolluara nga perëndimi po e shtyn Washingtonin drejt mekanizmave paralele, më autoritar, më të errët dhe shumë më pak të kufizuar nga çfarëdo kornize ligjore. Bordi i Paqes është shprehja përfundimtare e kësaj ikjeje të verbër përpara, një trup informal, pa asnjë bazë në të drejtën ndërkombëtare, në cilën SBA-ja pozicionon veten si gjykatës, zbatues dhe përfitues përfundimtar i vendimeve globale. Një bord ku vetoja pushon së qeni institucionale dhe bëhet perandorake e ushtruar në praktik dhe pa asnjë maskim. Skenografia e Davosit zbuloi edhe më shumë. Mungesa e fuqive kryesore europiane, Gjermanisë, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar nxorri në pah përçarjet e brendshme brenda bllokut perëndimor. Kjo mungesë nuk është as e parëndësishme dhe as thjesht çështje protokolli. Ajo shpreh parehati, mosbesim dhe deri diku refuzim europian për të miratuar një nismë që kundërmon unilateralizëm aventurier, veçanërisht në një moment kur Gaza e ekspozon brutalisht falimentimin moral të perëndimit, shkruan Tenorio. Trump priste legjitimitet global, por, siç shkruan Tenorio, mori mbështetjen e më pak se 20 shteteve, një pjesë e tyre regjime autoritare, qeveri të brishta ose vende të varura nga tutela amerikane. Deklaratat triumfaliste të Trumpit për fillimin e paqes në botë tingëllojnë si tallje përballë rënojave të Gazës. Nuk mund të ketë paqe jashtë të drejtës ndërkombëtare, jashtë kartës OKB-s, jashtë njohjes së të drejtës së popujve për vetëvendosje. Dhe pikrisht këtë kornizë ligjore, SBA-ja dhe Izraeli e kanë shkelur sistematikisht nga Palestina në Irak, nga Siria në Liban. Pjesëmarrja izraelite në njoftim ishte zbuluese. Izraeli nuk i duhet bordi për të vazhduar politikën e tij agresive. Atij duhet vetëm për të legjitimuar faktin e kryer, pra spastrimin etnik, apartheidin dhe gjenocidin të paraqitura si çështje sigurie. Edhe më shqetësues është fakti se Bordi i Paqes lidhet me një agjendë përshkallëzimi rajonal, në cilën Irani shfaqet si objektiv qendror. Duke riorganizuar sistemin ndërkombëtar, duke nisur nga Gaza, SBA-ja synon të krijojë kushtet politike dhe diplomatike për izolimin e Iranit, justifikimin e sanksioneve të reja, operacioneve të fshehta dhe përfundimisht agresionit të drejt për drejt ushtarak. Gaza nuk është fundi, ajo është fillimi një ofenzive më të gjerë kundër çdo poli rezistence ndaj rendit imperial amerikan, vlerëson Tenorio. Në lindjen e mesme, po forcohet perceptimi se Trump vepron sipas logjikës klasike koloniale. Imponim me forcë, përçarje dhe sundo, shfryzimi burimeve dhe shtypja rezistencës. Historikisht, kjo logjik nuk ka prodhuar kurrë paqe, vetëm luftra, grusht shtete, zhvendosje të detyruara dhe cikle të pafundme thune. Ngritja e Trumpit nuk është një devijim, por radikalizim i një modeli në krizë,
Përpjekja për zëvendësuar OKB-n me borde të kontrolluara nga perandoria nuk dëshmon forcë, por dëshpërim strategjik. Bordi i paqes i Trumpit nuk inauguron një epokë të re stabiliteti. Ai inauguron një fazë edhe më të rrezikshme të imperializmit, në cilën gjenocidi në Gaza trajtohet si një detaj, lufta kundër Iranit si një mundësi konkrete dhe drejta ndërkombëtare si një pengesë e hershme. Kjo nuk ka të bëjë me paqen, ka të bëjë me dominimin, dhe popujt e botës, nga Palestina në Iran, nga Amerika Latine në Afrikë, e din nga përvoja historike se nuk ka paqe të mundshme nën pushtim, apartheid dhe tutel imperiale, shkruan mëtej Tenorio.